Kolegu mentor Kikia më është bashkuar në studio për të komentuar aktualitetin politik të ditës. Zoti Kikia, faleminderit që jeni ditarin e pasdites. Faleminderit. Sapo pam një buqet deklaratash të politikanëve shqiptar për çështje që nisnin me reformën në drejtësi, raportin me Komisionin e Venecias, reformën zgjedhore që duhet bëhet, besimin që kanë se kush duhet i administrojë zgjedhjet në Shqipëri. Si të duk kjo një prapankesë e re sërish për Komisionin e Venecias edhe në këtë 30 vjetor se s'kemi lënë gjë pa dërguar e pa u ankuar në Komisionin e Venecias këto 3 dekada? Le të themi opinion të shpejt për çështjen e Komisionit të Venecias. Komisioni i Venecias është një institucion konsultativ ku qeverit dërgojnë për të marrë një opinion, jo një vendim, kur janë në ngërçe kushtetuese në vendin e tyre. Në fakt ajo që kemi bërë në gjatë kësaj kohe që Komisionin e Venecias e kemi bërë kemi bërë si vend të shenjtë. Atje ku njerëzit shkojnë dhe kërkojnë... Kemi ngatruar me papën, me Vatikanin, me stilin e Vatikanit. Dhe për çdo sherr të brendshëm në Shqipëri, jemi drejtuar aty. 1-2 dërgon letra në Komisionin e Venecias për çështje që mund ishin edhe të qarta për konstitucionalistët në Shqipëri, për gjykatën kushtetuese. Dhe në një farë mënyre e zhvlerësuam edhe opinionin antarëve të këtij komisioni. Dhe kjo bëri që këta që janë pushtet, edhe kur kishte një rekomandim që u binte ndesh interesave të tyre, thjesht e neglizhonin dhe nuk e konsideronin. Aty ku duhet, i drejtohen dhe e marrin në konsiderat. Dhe ajo që më bëri përshtypjen në fakt ishte një deklaratë e kryeministrit në një tjetër tërheqës të zhvilluar dje që pati një vlerësim kaq të madh për Komisionin e Venecias, duke thënë që madje opinionet e tij mund të kenë edhe vlerën e vendimit të një gjykate në Shqipëri, gjë e cila kontestua nga drejtuesi i gjykatës kushtetuese, duke thënë që të paktën vendimet e gjykatës kushtetuese nuk mund të neutralizohen nga një opinioni Komisionit Venecias, pasi vendimet e gjykatës janë vendime gjykate dhe janë të pa kontestueshme. A lexove në një plan të afërt që Rama mazhoranca t'i drejtohet Venecias për një çështje të shpejtë apo? Në fakt, nëse do duam të abuzojmë tashmë, aty lihej një gjë për të nënkuptuar në këtë drejtim, pasi nuk ishte asnjë arsye që kryeministri, kreu ekzekutivit në këtë moment të vlerësonte më shumë një opinion të Venecias se gjykatën. Pavarësisht se ishte një përvjetor i përfshirjes antarësimit të Shqipërisë në këtë komision, sot çështja më e nxehtë që implikon kushtetutshmërinë në raport me vendimarrjen e ekzekutivit është pikërisht çështja që është në gjykatën kushtetuese që lidhet me vendimin për shkarkimin e Erjon Velie dhe që do shtrohet për shqyrtim në fund muajit nga kjo gjykatë. Dhe në një farë mënyre ky qëndrim apo ky deklarim i zotit Rama sikur të tingëllonte një lloj paralajmërimi që nëse vendimi nuk do të jetë në favorin apo nuk do të jetë pro qeverisë për këtë çështje, do mund t'i drejtohen edhe Komisionit Venecias. Të tillë lexova edhe reagimin e menjëhershëm dhe shumë impulsiv të kryetares së gjykatës kushtetuese që reagoi ndaj kësaj deklarate të kryeministrit duke mbrojtur gjykatën si institucion që është mbi gjitha institucionet dhe që vendimi i saj nuk mund të diskutohet. Meqense më përmende Velia dhe shkojmë automatikisht tek betejë për Tiranën, janë hedhur të gjitha variantet në tryezën e diskutimit nëse Veliaj nga gjykata kushtetuese në 31 tetor i jepet e drejtë, pra që shkarkimi i tij është antikushtetues. Socialistët zotohen që zgjedhjet në Tiranë do të jenë brenda aktiviti, pra në mes dhjetorit, më tha Blendi Klosi, numri 2 i socialistëve në këtë studio, në çfarë do lloj forme të vendimit të gjykatës kushtetuese? Tani duhet parë se çfarë llogarish kanë bërë socialistët, por gjykata kushtetuese ka vetëm 2 alternativa. Të vendos pro vendimit qeverisë, që do të thotë ta konsiderojë shkarkimin e zotit Veliaj të ligjshëm, dhe atëherë të procedohet një datë tjetër. Shkohet në fillimin e procedimit për shpalljen e zgjedhjeve, një dekret i ri nga presidenti
dhe Tirana kalon në zgjedhje duke respektuar këto afatet kushtetuese. Alternativa tjetër është që gjykata kushtetuese shprehet kundër vendimit, pra nuk e legjitimon vendimin e qeverisë për shkarkimin e zotit Veliaj. Automatikisht zoti Veliaj mbetet ligjërisht ende kryetar i Bashkisë së Tiranës, dhe atëherë ose do duhet gjetur një tjetër argument për ta shkarkuar tashmë Këshilli i Ministrave, pa një rekomandim që vjen nga Këshilli Bashkiak, siç që mos bëj prap rrugë të gjatë nga Këshilli Bashkiak. Por unë besoj që nëse do të jetë kjo e dyta, llogarit nuk dalin për t'i mbajtur zgjedhjet në mes të dhjetorit. Nëse socialistët, në këtë rast zoti Klosi, ka folur me këtë lloj garancie, do të thotë që matematika e tyre e votave në trupën e gjykatës kushtetuese del në favor të vendimit të ministrave. Të Këshillit Ministrave. Po ka dhe një variant që po diskutohet që gjykata kushtetuese mund të thotë në vendimin për Veliajin që nuk është kompetencë e saj, por gjykatës administrative, siç rekomandonte presidenti Begaj në argumentin e tij kur dekretoi Tiranën për zgjedhjet e nëntorit. Tani do duhet të jenë konstitucionalistët që ta thonë këtë, por edhe në momentin e parë kur u bë padia nga avokatët e zotit Veliaj, ne pam dy opinione të ndryshme. Një palë që thonin që vendimi i qeverisë mund të atakohet në gjykatën kushtetuese, pra mund ta ankimon në gjykatë kushtetuese, një pjesë e juristëve, një palë tjetër thoshin që duhet shkojnë në gjykatë administrative, pasi vendimi i qeverisë është një vendim administrativ. Por në momentin kur gjykata kushtetuese e pranoi ankimimin e zotit Veliaj, shpalli dhe një pezullim të dekretit të Tiranës. Të dekretit të presidentit Begaj për mbajtjen e zgjedhjeve, dhe praktikisht zgjedhjet u anulluan për në 9 nëntor. Data 9 është e djegur në çdo lloj forme, çdo lloj vendimi të kushtetuese. Atëherë unë nuk besoj, dhe këtu thjesht po bëj një deduksion tani duke mos e njohur procesin nga ana ligjore, po bëj një deduksion që gjykata kushtetuese nuk ka se si të zhbëj gjithë të investim të vetin deri tani në këtë pikë, kur mund të ishte shprehur që ditën e parë, duke i thënë paditësit që ke trokitër në derën e gabuar, por duhet shkosh te gjykata administrative sepse nuk është çështje që na përket ne. Kështu që nuk e shikoj të arsyeshme që të ndodh kjo zgjedhje. Mendoj vetëm dy, pro kundër edhe kaq. S'ka vend për abstenim këtu. S'ka vend për. Meqense jemi dolëm te gara për Tiranën, pavarësisht se nuk kemi një datë zoti Kikia, fushata po vazhdon si nga Manastirliu edhe nga kandidati i pavarur Florian Binaj, i mbështetur nga partitë opozitare, por para se t'ju dëgjoj juve se si po e shikoni këtë fushat ende pa datë për Tiranën, do t'i ke materialin ku Florian Binaj sot u takua me të gjitha partitë opozitare që e mbështetën kandidaturën e tij për Tiranën. Në mesazhet e para për gazetarët, Binaj deklaroi se po punon me një ekip të pavarur për programin e tij për kryeqytetin dhe se nuk e ka kompleks takimin qoftë me Sali Berishën apo me gjithë drejtuesit e opozitës që e mbështesin në garën kundër Manastirliut. Unë si kandidat i pavarur, mbështetjes gjitha partive të opozitës, i bëj thirrje gjithë qytetarëve që të na bashkohen. Do të keni gati një program për Tiranën? Jemi duke punuar me një ekip jo partiak që brenda një kohe të duhur, sepse gjërat për të bërë mirë duan kohën e tyre, të dalim dhe të tregojmë këtë program për gjithë qytetarët. A keni folur ju gjatë kësaj kohe me zotin Berisha, a do të flisni? Nuk kam folur me zotin Berisha, por dhe kam thënë që në daljet në terren në fushat do jem pa përfaqësimin e kryetarëve, por absolutisht jam i gatshëm të takoj çdo kryetar të partive të opozitës. Sa shanse mendoni që keni për të fituar nëse do ketë zgjedhjen e Tiranës, kundrejt dhe përballë, kur keni tashmë duhet të themi jo vetëm Partinë Socialiste, por të gjithë qeverinë pas janë të angazhuar ministra deri te numri 2 qeveri? Ky bashkim që po ndodh tani me të gjithë përfaqësuesit e partive është një tregues i jashtëzakonshëm i asaj që pritet të ndodhi. Keni shanse të fitoni? E thash. Sa i pavarur ndjeni ju nga zoti Berisha? Jam një kandidat i pavarur, i mbështetur nga të gjitha partitë e opozitës. Dhe në qoftë se ju e shihni si një lloj varësie fakti që mbështetja vjen jo vetëm nga Partia Demokratike, por nga të gjitha partitë e tjera, po jam i varur edhe nga Partia Mundësia, jam i varur edhe nga Partia Nisma Thuri, edhe nga Shqipëria Bëhet, edhe nga Partia Agrare Metalike, nga të gjitha.
Deklarata e Florian Binajt sot pas takimit me përfaqësuesit e të gjitha partive që e mbështesin, më jep një opinion të parë për Binaj në rolin e kandidatit, Kikia. Tani, për të mos hyrë në rolin e atij që kritikon gjithçka, sepse çfarë ndodh në përgjithësi me opinionin publik dhe me njerëzit këtu në këtë vend. Ndërkohë që jemi të etur për të parë një gjë të re, pse s'del dikush, pse nuk ka kuraje, pse s'ka vullnet, pse vetëm këta, dhe kur del dikush, pastaj fillojnë direkt, po mirë, ky nga doli, kush i tha, nga vjen, çfarë ka bër, ky ka pas një xhaj me ballin, ka pas një daj partizan. Fillojnë këto historira dhe ne jemi bishtin patjetër. Në këtë kontekst, unë them që Flori po drejtohem kështu për shkak edhe të njohjes. Të njohjeve personale që kemi, është një dalë absolutisht shumë mirë. Një njeri që s'ke nga ta prekësh për ta akuzuar dhe për t'i gjetur një cent në raport me qytetarin, në raport me publiken, në raport me korrupsionin e tjerë. Por, ka një gjë tjetër që e lidh individin pastaj me politikën. Pra, pa në këtë kontekst, Flori është një njeri i duhur për të qenë një garues i mirë në këtë betejë. Por, duke qenë se gara për Bashkinë e Tiranës do duhet ishte thellësisht politike. Do duhet ishte. Po pra, duhet ishte thellësisht politike mes kandidatëve politikë. Mes kandidatëve sepse edhe pse janë zgjedhje lokale, edhe pse do flitet për rrugën, për kopshtin, për çerdhet, për kanalet e tjera, sërish Tirana zgjedhjet i ka politike, sepse Tirana nuk është thjesht metropoli ekonomik dhe metropoli qytetar, por është metropoli politik. Dhe garuesit përballen gjithmonë politikisht. Ndaj socialistët u rrotulluan dhe etiketuan një njeri që është absolutisht me një karrierë të pandërprer në si drejtues e institucioneve të rëndësishme, por megjithatë është një kandidatur thellësisht politike. Sepse është drejtuese politike e Partisë Socialiste për Tiranë. Çfarë po ndodh tashmë me kandidatin e mbështetur nga opozita, se s'po e quajmë, le të themi, kandidati i opozitës. Flori po përpiqet që të mbajë sa më larg politikisht figurat e opozitës. Edhe ky takim ishte me nivel shumë të ulët të përfaqësuesit të atyre që mbështesin. Do të mbaj larg Sali Berishën, Fatmir Mediun, Agron Dukën, këto të vjetrit, por edhe këta të rinjt me Endre Shabanin e me Adriatik Lapajn, sepse do të ekspozoj tek qytetarët sa më shumë të dimensionin e qytetarit të pavarur. Në duke ngjan si një zgjedhje e mirë, sepse në zgjedhjet e përgjithshme ishte ai perceptimi që përveç atij grupit të ngushtë fanatik të opozitarizmit që mbështet Sali Berishën, ka shumë qytetarë të tjerë të cilët nuk e duan Ramën, por s'duan as Berishën, dhe atëherë Flori po përpiqet që të mbledh edhe këta skeptikët, pra votën e këtyre opozitarëve do ta marrë, po do dhe votën e këtyre skeptikëve që nuk e duan Berishën, po s'duan as Ramën, dhe këtu ka një kandidat që tashmë nuk e merr Berisha për dorë dhe ta çojë ke takimi. Pra përpiqet të mbaj këtë leadershipin politik larg. Po kur deklaron që nuk e kanë takuar Sali Berishën, nuk kanë folur me Sali Berishën që nga shpallja e kandidaturës. Kjo duket thik me dy presa tani. Kjo është për fanatikët që mbështesin Berishën. Në momentin kur kandidati prezantohet me këtë qasje të re, që nuk ka ndodhur deri tani, sepse kandidatët kanë patur madje manin që të ishin sa më pranë leadershipi, sepse prej ti marrin çik hije më shumë për marrin vota, marrin këtë seriozitetin e karrierës këtij e kështu me radhë. Flori po përpiqet t'i mbaj larg pikërisht për të larguar këtë alergjin që mund të ketë shumica e njerëzve nga ky leadershipi i vjetër politik që ka zënë mykët të ndryshme. Por kjo rrezikon që ta largojë atë nga vota e njerëzve të cilët e votojnë Partinë Demokratike pikërisht për Sali Berishës. Prandaj po them është tik me dy presa. Dhe do duhet, me që ka ende kohë përpara, që të bëhet një alternim mes këtyre target grupeve të shoqërisë, që ti do të tërheqësh njerëzit që nuk mendojnë që ti je një vartës administrativ i Sali Berishës,
por do duhet të marrësh edhe votën atij njeriu që u gdhi dhe u ngrys 1 vit e gjysmë rresht tek pallati i zotit Berisha, duke qëndruar aty në pritje që Berisha të dilte në balkon. E vërtet. Dhe nëse ti do të pretendon që nuk je një mbështetës i Berishës, nuk je një adhurues i Berishës, mund ta humbasësh këtë lloj vote. Prandaj duhet mbajtur i çik si një lloj ekuilibri. Duhet mbajtur ekuilibrat. Për të marrë të pavarurin, po për të mos humbur të varurin. Ky që po bën zoti Berisha dhe Partia Demokratike është një eksperiment, le të themi, me këtë formulën e të pavarurve që i mbështesin partitë politike, dhe do të shikohet edhe rezultati, jo vetëm në Tiranë, po edhe në 5 bashkitë e tjera. Apo jo? Kjo është absolutisht shumë e rëndësishme, sepse Partia Socialiste është në tren, në avion, në kali, themi në gjuhën popullore, dhe i ka të gjitha në dorë. Opozitës i duhet të eksperimentojë. Të eksperimentojë jo thjesht për një kandidat për Bashkimin e Tiranës, por të eksperimentojë për më shumë, për më tutje. Do duhej, në fakt, që zgjedhjet e Tiranës, por edhe të bashkive të tjera, përveçanërisht të Tiranës, të mos ishin thjesht zgjedhje për kryetarin e bashkisë. E flas për opozitën. Patjetër. Majorancës janë një test, i duhet Tirana dhe i duhet ta fitojë mundësisht me 2 fishin e votave që e kishte Erion Veliaj, sepse kështu mbyll edhe kapitullin Veliaj. Nëse Manasiliu merr më shumë vota se Veliaj, atëherë po e ka vënë një detyrë Rama dhe një objektiv që të kenë më shumë se 60.000 vota diferencë se 2 vite përpara kur garonte Veliaj me Klliçin. Kjo përmbys edhe gjithë perceptimin që votat i merrte Veliaj, se Veliaj ishte ai kali punës të majorancës, se Veliaj ishte politikani që kontrollonte qarkun e tjerë. Por opozitën nuk duhet, unë mendoj që nuk është thjesht objektivi të fitojë Bashkinë e Tiranës. Opozitës së pari i duhet të fitojë një kandidat një herë. Kandidatin si individ, të promovojë një kandidat, të nxjerrë një kandidat, dhe jo thjesht kandidat për Bashkinë, por një kandidat që të prezantohet, të projektohet si një lider i ri. Dhe në fakt duhet të kishte për Partia Demokratike që ditën kur arrestuar Erion Veliaj në muajin shkurt të këtij viti. Në këtë kontekst, unë mendoj që Partia Demokratike, më shumë se sa vetë bashkia për një mandat 1 vit e gjysmë sa ka ngelur, duhet të interesonte hedhja në stërvitje e njerëzve për të projektuar strukturën e re drejtuese të Partisë Demokratike për zgjedhjet e ardhshme. Në zgjedhjet e ardhshme Sali Berisha do të jetë 85 vjeç. Zgjedhje e përgjithshme, po them. Dhe kur të gjithë të pyesin kush do të jetë kandidati për kryeministër, nuk mund të jetë më siç ndodhi para 11 majit që do të kemi primare që do vendosin demokratët apo jo. Here, Bashkia e Tiranës ishte fusha më e mirë stërvitore ku kandidati i ri do bënte nxemjen, do demonstronte talentin e vet për leadership, mënyrën e të mbajturit fjalime, kontaktet me njerëzit, do të prezantohej, do të ekspozohej, do të krijonte mbështetjen me votën që do merrte. Patyshim do krijonte rrethin e njerëzve që e mbështesin, pra në një farë mënyre, Partia Demokratike Tiranën do duhej ta shfrytëzonte për të prodhuar leadershipin e ri për zgjedhjet e ardhshme. Sali Berisha sot në parlament ka marrë përmes listës së mbyllur të gjithë pensionistët e Partisë Demokratike që kanë ato karrike që në 90-ën dhe që thjesht nuk duan të rinë shtëpi të luajnë me niprit dhe me mbesat dhe kalojnë kohën duke shkuar në parlament dhe duke adhuruar fjalimet e Berishës. Por nuk mund të shkojë Partia Demokratike po me këtë grup pensionistësh në zgjedhjet e ardhshme, do duhej që Tirana ta kishte shfrytzuar për këtë punë. Por ajo që ndodh në Partinë Demokratike është pikërisht fakti që Berisha nuk do ta diskutojë fare leadershipin politik në këtë parti. Ndaj, ose nuk do hynte fare në zgjedhje, ose do të kishte këtë ose do prodhoi kjo lloj artifice dhe do shpikej kjo formula dhe do bëhej ky eksperimenti, siç the ti, me kandidatë e pavarur që mbështeten nga partitë politike. Dhe atëherë, nëse ky kandidat i pavarur nuk fiton, logoja e Partisë Demokratike nuk do atakohet fort, sepse do thuash nuk është... Edhe brenda PD-s nuk kapet në një debat që humbëm apo... Sepse të gjithë e dinë realitetin aty, të gjithë janë të sinqert për çfarë po ndodh, kandidatët potencial që mund të pretendonin për një fitore të mundshme refuzuan të kandidojnë,
sepse ishin shumë koshient për atë që ndodh brenda Partisë Demokratike dhe u shkua tek kjo formulë. Kështu që besoj që me Tiranën nuk do jetë thjesht humbja e bashkisë, por të jetë humbja e shansit për të organizuar dhe hedhur në fushën e stërvitjes politike një grup njerëz që do duheshin për betejën e pas 4 vjetëve. Ervin Saliani ishte në atë karige dje i ftuar zoti Kikia dhe foli për ripërtëritjen e lidershipit të Partisë Demokratike, por edhe në prag të këtyre zgjedhjeve të 6 bashkive ishte më i kursyer, por kur e pyeta me Berishën pa Berishën, tha me Berishën. Ripërtëritje po me Berishën se ai na bashkoi. Ky është i gjithë problemi. Si do ripërtërihet? Ripërtëritja nuk vjen duke ardhur një ditë të bukur Berisha me çantën në dorë dhe tani do ripërtërim, do sjellim Pandin, Mentorin, Ervinin e tjetrin. Kjo s'është ripërtëritje. Ripërtëritja vjen pikërisht përmes garës. Ripërtëritja vjen pikërisht përmes njerëzve që hidhen në betejë. Patjetër po përmes humbjes vjen ngritja marrja eksperiencës. Si do mund të shkoj një politikan i ri drejt fitores pa provuar humbjen? Askush nuk ka shkuar në mënyrë të menjëhershme drejt fitores. Askush. Po ne po flasim për ripërtëritjen që po duhet bëhet gati, por po ikin ditë për ditë njerëz dhe ikja më e madhe sot ishte e ish-deputetes së Elbasanit, Zheni Gjergji, që njoftoi se është drejtoresh e spitalit të Elbasanit, pra një ish-deputete demokrate që bëhet në një farë mënyrë drejt për drejt vartëse e Ramës, sepse Rama është kryeministri, Rama është qeveria që ka dhe piramidën e drejtorëve të spitaleve, pra ikën ata të Vlorës, një ish-deputete shkon drejtoresh spitali në Elbasan. Nuk është rast i parë, siç the, dhe më shumë se kaq është dëshmie e sakrificës apo edhe e forcës që duhet kenë njerëzit që qëndrojnë në opozitë. Çfarë ndodh? Partia Demokratike apo opozita futet në një garë humbet, futet në një tjetër humbet, futet në një tjetër humbet. Opozita nuk është një makineri të cilën thjesht duhet ta furnizosh me karburant dhe vazhdon. Opozita përbëhet nga njerëz. Këto njerëzit kanë familje, kanë interesa, dhe vjen një moment që kjo pritja e gjatë në një vend ku administrata të përjashton automatikisht për shkak të këtyre bindjeve politike, sepse në një shoqëri demokratike reale, që drejtori i spitalit t'ishte i opozitës do ishte gjëja më normale në botë. Patjetër, na bën çudi se s'ka ndodhur deri më sot në Shqipëri. Njerëzit politik janë një 5% në administratën publike dhe është niveli më i lartë. Ministri, këshilltarët, drejtorët të mëdhenj. Pjesa tjetër nuk ka pse të bësh seleksionimin ti që deri roja i shkollës ke dera, duhet jetë me partinë në pushtet dhe kur bie kjo partia nga pushteti ikën dhe roja. Pa le drejtori i shkollës apo drejtori i spitalit bashkë me përgjegjësin e pavionit. Lidhja bëhet kur deputeti janë në fjalë në profesion mjeke, padyshim është tek profesioni i saj, por në këto vite që ka qenë deputete mund ta ketë akuzuar pafundësisht Edi Ramën për shëndetësinë mizerabël e atë që ndodh. Ka ndodhur përqafime politike shumë të rënda të atyre që janë sulmuar sharë, s'kan lënë gjë pa thënë dhe kanë thënë të fundit fare, edhe personalisht, edhe moralisht, edhe në çdo drejtim. Por ajo që ndodh është një lloj erozioni, diku me zhurmë, diku pa zhurmë, sepse të qëndrosh besnik i idealeve politike dhe nga ana tjetër të përballesh me një pushtet absolut i cili bëhet dhe agresiv ndaj atyre, sepse sa më shumë qëndron një forcë politike në pushtet, aq më shumë mendon që ai që e kritikon nuk është thjesht një domosdoshëm në kuadër të një shoqërie të lirë, por është një armik dhe si i tillë ai duhet goditur, duke hequr nga puna, duke mos i dhënë leje për të bërë një gjë, duke filozofia shqiptare. Duke e persekutuar në çdo drejtim, dhe atëherë njeriu dorëzohet, njeriu lodhet, i thon 16 vjet në opozitë. Dhe mbi gjitha, kur këta njerëzit që janë aty brenda, se nuk është ky rast i vetëm, ka plot, ka shumë
ish deputet të Partisë Demokratike, të cilët pasi nuk morën mandatet, nuk janë më ke Partia Demokratike. Thjesht nuk u futën ke lista Berishës, ca të tjerë u kthyen duke sulmuar me dashsulën në krye, ca të tjerë u dezertuan dhe ikën duke marrë me punë dhe tani bëjnë analistin, bëjnë vërejtje ku çalon puna e opozitës, sepse nuk fiton opozita, ndërkohë që kanë konsumuar 2 mandate si deputet opozitës. Kështu që historia do të na vazhdojë dhe mbas Elbasanit me gjas. Pa dyshim do të vazhdojë, sepse gjithë të njerëzit, edhe i idealisti, nuk shikon dritë aty ku shkon ka PD-ja, kur thuhet që do ta rinovojmë PD-n, por në dorë se si dhe kur dhe me kë do të rinovohet, e ka Sali Berisha. Unë jam shumë i bindur që nëse në zgjedhjet e Tiranës, Partia Demokratike do kishte hedhur në garë njerëz të rinj, një grup, një kandidat të ri, një grup që do të përbënin stafin e këtij kandidati të ri, do të ishte prodhuar një tjetër frym. Nuk kam tash si mund të bindesh një njeri ti, hajde se në 2029 kur janë zgjedhjet, do fitojmë prapë dhe do bëjmë Berishën kryeministër dhe ti do jesh ministër dhe ky do jetë deputet, ky tjetri do jetë drejtore. Pyetja e fundit se nuk mund të ri pa e konsumuar në minutat e fundit, zoti Kikia, kemi një nismë për shkarkimin e presidentit Begaj, me vota dihet që është e paralizueshme sepse aq vota ka Partia Demokratike, por nisma është shoqëruar dhe me akuzën ndaj presidentit Begaj. Gazmend Bardhi sipas tij nxori dokumenta që presidenti para ditësh në zyrën e Kreut të Shtetit, pas dite ka punuar mjek, akuza për djalin e tij që duke qenë jashtë merr një rrogë në një kompani në Shqipëri që fiton tendera në presidencë. Si pe akuzat në Kreut të Shtetit. Tani, nëse do flasim të kafja e fshatit dhe të kafja lagjes, do mund të themi. E që pas ka bërë presidenti tash me 300 euro apo me 500 euro honorar, ku këta të tjerët kanë bërë namin me 10 miliona, me 100 miliona projektet me koncensionet e tjere tjere. Por, nëse do duam t'jemi kërkues realisht dhe t'i masim njerëzit në nivelin më të lartë piramidës shtetërore, me kutin e seriozitetit që do duhet të tregojnë dhe demonstrojnë, unë besoj që këtu është momenti për të ndalur. Dhe ka 2 mënyra. Presidenti shkarkohet nga parlamenti, si që kanë emëruar, por shkarkohet edhe moralisht. Dhe unë besoj që moralisht presidenti i Republikës tonë është shkarkuar. Me vota padyshim nuk do shkarkohet. Por moralisht ju thoni po. Me ato që kanë dalë, presidenti moralisht e ka përmbyllur misionin e tij, por thjesht do të vazhdojë ta çojë deri në fund këtë mandat, duke shënuar në histori një presidencë për të mos u kujtuar. Shikojmë se do të zhvillohen ngjarjet edhe me presidentin Begaj, me Tiranën dhe zhvillimet politike. Mentor Kikia, të falenderoj që ishe me mua në studio. Kënaqësi, falenderoj.